pse profeti është martuar disa herë. Është pyetje që shumë njerëz edhe pasues të islamit, por me tekst të veçantë, disa musliman të luhatshëm ose disa që ndoshta edhe nuk kanë shumë simpati për islamin, ju bën përshtypje kjo se profeti Muhammed kishte më shumë se një grua. Fillimisht ai edhe duhet të dihet se nga kundërshtarët në për histori është kundërshtuar për këtë çështje duke e cilësuar si njeri e psharak, si njeri i pasionuar pas grave, gjërat e tjera që nuk kanë të bëjnë me të. Fillimisht është mirë ta dini se i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur kishte 25 vite ishte martuar për herë të parë dhe kishte marrë një grua të vej, madje jo të vej, por ishte 2 herë e vej e që i bie ky ishte burri i tretë i saj. Dhe jo vetëm, ishte grua që kishte 15 vite më e vjetër se sa ky. Dhe me të kishte plot 25 vite martesë derisa kur ky i pati 50 vite, ajo vdiq. Më pas, i dërguari sallallahu alaihi wasallam qëndroi një periudhë kohore pa grua fare, mirë po atë botë ishte profet. Kishte mbi 10 vite pra që ishte profet dhe filloi të martohej, por martesat e tij tashmë kanë krejt konotacion tjetër që nuk lidhet hiç me atë aspektin që akuzohet për të, pra e psharak ose si adhurues, simpatizues i grave të tjera. Përkundrazi, i dërguari sallallahu alaihi wasallam u martua me shumë gra sepse ai kishte mision, pra bartjen e fjalës së Zotit tek gjithë njerëzit, jo tek arabët, jo tek një fis i caktuar, por tek gjithë njerëzit edhe të gjitha kohëra dhe ata që do të vinë më pas. Dhe kësaj ai thuaj se nga çdo komunitet kishte grua. Kishte grua nga komuniteti hebrej. Kishte grua për shembull Ummu Habibe, ishte bia e Ebu Sufjanit që ishte kundërshtari dhe luftëtari, komandanti i gjitha luftrave deri në shlirimin e Mekës kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai martoi bien e Ebu Sufjanit, e cila në atë botë pra ishte e martuar me një njeri, me një musliman, i cili kishte emigruar për në Abisini dhe atje në fakt pendohet se dhe ishte bëri krishter dhe kishte vdekur. I dërguari sallallahu alaihi wasallam mori bien e Ebu Sufjanit, të këtij komandant të luftrave kundër tij që zhvillonte, për të krijuar raporte paqësore me të gjithë. Dhe pra për komunikim familjar, miqësia natyrshëm që është diçka e kërkueshme sepse vërtet njerëzit i parafron. Pastaj ka pas një lloj martese për shembull që është bërë për një fenomen juridik për ta shuar një problematikë që në mesin e njerëzve ishte e njohur. Për shembull, Zeidi ishte një sklav i cili kishte jetuar dhe ishte rrit me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit e quanin Zeidi i Muhamedit. Pra mendonin se atë e ka adoptuar, e ka mbirësuar. Dhe rrjedhimisht fëmia i adoptuar konsiderohej si fëmijë i gjakut dhe rrjedhimisht po ashtu e veja e fëmijës së adoptuar do të ishte e ndaluar për të martuar. E në këtë rast, për ta evituar këtë problem në shoqëri se Zeidi nuk ishte i Muhamedit, se fëmijët nuk i falen askujt, se fëmia nuk mund ta ketë atë baba, atë që nuk e ka lindur, pra atë që nuk është baba i tij biologjik, dhe pavarësisht nëse rritet dikush në një familje, ai nuk mund të krijojë lidhje gjaku me atë familje për shkak të strehimit. Dhe për të demantuar këtë normë nga ignoranca, që fatkeqësisht edhe në shoqërinë tonë të sotme, moderne, ekziston, i dërguari sallallahu alaihi wasallam u urdhërua që ta marrë për bashorte kur Zeidi e shkurorzoi atë grua, vetëm për të evituar këtë normë që nuk është juridike, sheriatike e pranueshme. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ishte martuar edhe me mosha të ndryshme, kishte gra që ishin plaka, kishte grua që ishte më e re saj, madje shumë më e re saj, dhe kishte grua që ishte intelektualisht shumë e zhvilluar, kishte grua që kishte talent shumë të madh, kishte grua që e kishte transmetuar islamin, dhe lloj-llojshmëria e këtyre grave në kuptimin pra edhe të kapaciteteve edhe intelektuale, po e quajmë, e ka bërë që islami të përçohet tek ne
edhe nëpërmjet grave, sepse ka shumë çështje që ne kemi dëshirë të dimë se si ishte i dërguari në jetën e tij private, kush do të na transmetonte pos ndonjë grua. Dhe ajo grua po të ishte vetëm njëra, do të kishim vetëm një model të transmetimit të jetës së të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, e kur ne e shohim një mozaik të tillë të shumë grave, e shohim se aty ka pas jashtëzakonisht urtësi të mëdha. I dërguari nuk ishte epsharak, nuk u martua për motive të tilla, por për të forcuar lidhjet edhe më shumë, e sikur kishte ndodhur pra, edhe këtë që ta kuptoni, me dy shokët më të dashur të tij, më të afërt të tij, kishte vajzat atyre dyve i kishte përbashkëshorte. Edhe Hafsa bia e Umerit, edhe Aisha bia e Ebu Bekrit, pra ishin bashkëshortë të tij.